Me vitet të tëra, mendoj se si mund të përdoret inteligjenca artificiale në të mirën e nxënësve e mësimdhënësve. Ideja për krijimin e platformës së Zgjoj lidhet me një periudhë reflektimi personal e profesional të themeluesit të saj Agrondidës. Qështë kam dalë në penzion, kam dalë një 3 vjetë para kohë, me 62 vjeç, mas një punë profesionale bagi intenzive në aspektin e inxhinierisë, projektet ma kam pas, projekte me përgjithësi të madhe dhe me kompleksitet edhe energji të madhe. Kështu që kur edhe mosha, thash, ka dalë, nalem pak edhe tash du me ju këthy pikrish asaj që ka qenë gjithmonë dashnia ime. Përveç muzikës, që kam mandolinën, ka qenë pedagogjia. Se pedagogjia, familjen tonë ka qenë vazhdimisht. Mande edhe grune kam kimetën që edhe ajo është marrë me pedagogji. Do me thonë, na kemi bisedu për ditë për pedagogji. Edhe thash, tash ta marrë ta studioj si duhet. Se në universitet kam majtë mësim, mirë po, si shumica e profesorëve nuk janë pedagog. Profesionistë jo se jo, po as pedagog që, vetëm qashtu qysh ja u marrë mendja, punojnë me student, ose me nxans. Me nxans është pak më ndryshë, se ata krynë shkollën e fakultetit e edukimit, e tira, do më thonë, kanë një background për pedagogji. E thashurën du të plotësoj këte. Këtë pjesë tjetës do të kushtoj pedagogjisë, dhe kjo po bëhet dikur në 15 vjetë gati. Fillimisht zhvilloi një platformë me përmbajtje të përgjithura edukative, por inteligjenca artificiale ndikoi që ai të vazhdoi edhe më tej projektin, kësaj radhe në një format krejt tjetër. Mas pari, fillova me mendu si inxhinier që jam. Fillova me mendu çka mundet teknologjia me ndihmu edukimit. Në hapot e parë ka qenë platforma ime që kam bërë, ka qenë një website i cili ka pas përmbledhje të dikun mbi 3000 videove edukative për të gjitha klasët e fillorës, do më thamë, ku i kam përzgjedh videot më të mira për YouTube-it. Ju e dini se YouTube ka gjithçka. Edhe në qoftë se për shembull nxënësi hin aty, ai hupet krejt. Edhe arsimtarët e kanë problem me gjetë një video e cila është tamam ç'është duhet, e bukur, e mirë, strukturu me mirë në aspektin pedagogjik. Edhe mirë po, krejta e mirë, gjati, shumë njerëz e kanë përdorë. Mirë po, kur doli inteligjenca artificiale, ChatGPT-a, publikisht, ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme, do të thonë fund nëntor 2022-shit. Atëherë kam pritur disa ditë derisa ma lejoj konton se ishte vërsulje. Ishte diçka totalisht e re në teknologjinë informatike, edhe atëherë pash si ka shumë mundësi. Zgjoj u krijua për studentët parauniversitar dhe mësimdhënësit, duke ofruar mbështetje të veçantë për ta, madje duke ndarë funksionet dhe përmbajtjet varësisht nga nevojat e tyre. Tash, me versionin e avancuar, Dida thotë se është edhe më i fuqishëm. Zgjoj ka në çdo temë mësimore 10-15 imazhe po ai veç apo don arsimtarit për shembull për me mujt me ilustru landën që po jep, ose një temë, ose një çështje të vogël, krejti ka aty në Zgjoj. Pra, projekti tash ka qenë deri vonë, deri në këtë variant e fundit, versioni 14 që kam qitë tash, para një jave, ka qenë një projekt i përbashkët për arsimtarët dhe për nxënësët, ku daheshin rolet. Mirë po jo bashkë mirë. Unë nuk i kisha i kënaqur. Punonte ajo, nuk ishte problem. Po, e atëherë mora edhe e bona një rikonstruktim të Zgjoj, ku funksionet e arsimtarit i bona të veçanta prej atyre të nxënësit. Edhe të dyat i bona shumë të fuqishme. Apo këtë do të thonë tash ti koncentrohesh çka i vjen arsimtarit për me marrë mësim, se arsimtari nuk ka nevojë me pas fjalor, kjo është kështu, fjalor shpjegues si për nxënësin. Sepse ai veç është njëri që
I kupton ato gjëra. Veçanërisht para mendon për klasën e 5, me të kallëzuar tash në mënyrë pedagogjike arsimtarit me i kallëzu çka janë planete, çish janë ato, etj kështu. Domethënë për nxënësin e klasës 5 është fjalori adekuat. Për arsimtarin është fjalori adekuat. Edhe arsimtari ka shumë material edhe udhëzime pedagogjike se çish me punon në klasë. Domethënë ai ka këtë zgjojën e ka si asistent tepër i avancuar, pedagog, që i ndihmon qysh me mbajt orën e mësimit, qysh me mbajt vëmendjen e nxënësve, qysh me përforcu aspekte të ndryshme pedagogjike. Këtë platformë themeluesi e konsideron zgjidhje për problemin e inteligjencës artificiale, pasi që sipas tij veçantia është ndërveprimi. E njëjta përfshin ata në proces dhe i përshtat me nivelin e tyre të njohurive. Kështë zgjojë është zgjidhje për këtë problem. Për arsye se kur të hinë në zgjojë, ti atëherë je nën udhëhesjen e një mentori shumë të fuqishëm. Të nuk lënë me dalë jashtë. Ai për shembull bën një pyetje, shpjegon diçka. Shpjegon për planetet. Bash dia kam sit në Facebook me pa njerëz çysh i trajton planetet për klasën e 3 fillore. Tash ai mas pari tregon disa vizatime, disa fotografi të planeteve. Edhe me një fjalor shumë adekuat i tregon disa çfarë. Për shembull thotë që janë 8 planete në planetin ton, në sistemin ton solar. Edhe mandej mas pak tregon edhe këto janë planetet e tjera. Mas asaj nalet edhe thotë e pyet nxënësin. Çka mendon ti? Sa planete i ka sistemi? Ndërveprim, po interaktiv është. Edhe tash e ke gjithmonë mundësinë, nxënësi e ka gjithmonë mundësinë. Bënë një përgjigje ose shtyp zero për me kalu. Që priton nxënësi, nuk din, i vjen marrë me thonë që nuk po di. A vë kupton? Edhe tash, nëse thot, po i ka 8 planete. Shumë bukur, tash e inkurajon. Edhe ai e merr parasysh që nxënësi ka një dituri. Edhe është aktiv. Prandaj tash i arrit këtë peshën e pyetjes së hershme. Motivi i zhvillimit të këtij modeli ishin rezultatet e nxënësve të nivelit parauniversitar në PISA. Përveç kësaj, Dida dëshiroi të hedhë dritë edhe në aspektin e të kuptuarit të gjuhës dhe shprehjes. Për me bërë këtë metodologji, unë kam studiu edhe kam bërë edhe punimet që i kam botu për aspektet e analizën e PISA, rezultateve të PISA-s të nxënësve tanë. Ku e dim të gjithë, se ata shumë janë të dopë në gjuhë, nuk kuptojnë tekstin, nuk din me shkru. Mandej matematikë gjithashtu janë dopë edhe shkenca. Po aspekti gjuhësor për shembull është tepër me rëndësi se ti përmes gjuhës mëson. Mjeti më i fuqishëm edhe i vetmi absolut i rëndësishëm është gjuha. Prandaj, përmes zbut këtë problem, e kam bërë këtë dialog, ku kërkoj si nxënësi shtyp një fjali, 2 fjali, ma vonë rritet pesha. Në klasën e 12, për shembull, do 2-3 fjali me i shkruaj. Apo më kupton. Pra sistemi është adaptabil, varësisht prej, domethënë temës, varësisht prej aftësive të nxënësit. Se ai gjithmonë prej përgjigjeve ti e kupton se çfarë niveli është, ku është. Pra, gjithashtu kam bënë mbrojtje prej ndonjë fjalie, për shembull, kryma detyrën e shtëpisë. E detyra ime e shtëpisë është kjo. Përfundova. Ja, kada, prit, hajtë të apsojmë së bashku, njëherë mandej. Nuk e lënë. Nuk lënë me ba, nuk ta bën detyrën komplet. Hajtë të hep përgjigjen, natyrisht. Mirë po provokon, hajtë vetëm një fjali, 2 fjalë thuj. Hajde nisi, e kështu me radhë. Domethënë është një pedagog shumë mitësor me nxënësit. Se shqyqoni, puna ma e lehtë e mushme, gabimi ma i madh si më botë, është që me thonë ti s'po dishe. Kryj qëto testet, nuk po din kërgjo, nuk po dishe ti. Nuk është ajo zgjidhje. Nëse ashtu sillemi me nxënës, atëherë nuk kemi kërgjo, nuk kemi avancu. Kur PISA s'ka me përparu.
Me nxënës do sillemi vërtet me atë që është baza e kurrikullës sonë. Është që nxënësi është në qendër të proceseve. Qendër të proceseve të edukimit. Kretë kurrikula, Ministria e Arsimit, kretë infrastrukturë, kretë arsimtarë, ndërtesat, shkollat, objekte janë bë për nxënësin. Nuk janë bë për arsimtar, as për ministra. Në thelb, platforma synon të mbështes një qasje ku nxënësi mbetet në qendër të procesit mësimor, ndërsa teknologjia shërben si mjet ndihmës, jo si diçka që zëvendëson ata. Platforma Zgjoj është konceptuar dhe realizuar nga profesori Agron Dida, ndërsa mentor Dida ka kontribuar dhe pasuruar filozofinë arsimore të projektit përmes qasjes së tij vizionare ndaj edukimit të së ardhmes.